Shqipëria mbetet ndër vendet më të varfra në Europë. Edhe pse ka një pozitë të favorshme gjeografike dhe pasuri natyrore, Shqipëria ende përballet me sfida serioze ekonomike. Janë disa nga arsyet kryesore që e bën Shqipërinë një ndër vendet më të varfra në Europë. E kaluara e izoluar. 50 vite diktaturë komuniste e lanë vendin të shkëputur nga bota dhe i mbyllën rrugën zhvillimit ekonomik e teknologjik. Tranzicioni i vështirë. Pas viteve 90, Shqipëria përjetoi pasiguri politike, kriza ekonomike dhe mungesë reformash të qëndrueshme. Korrupsioni dhe mungesa e shtetit ligjor. Institucionet e dobëta dhe korrupsioni i lartë vazhdojnë të pengojnë investimet e huaja dhe besimin e qytetarëve. Emigracioni masiv. Mbi 1/3 e popullsisë ka emigruar që nga vitet 90, shpesh të rinj dhe profesionistë, duke krijuar boshllok në tregun e punës dhe zhvillimin lokal. Ekonomia e brisht. Vendi mbështetet kryesisht në remitanca, turizëm sezonal dhe bujqësi të fragmentuar, me mungesë të industrive prodhuese dhe inovacionit. Infrastruktura e pazhvilluar dhe sfida në arsim. Investimet në rrugë, energji dhe përgatitjen profesionale nuk kanë arritur të ndjekin ritmet e nevojshme për rritje të qëndrueshme. Megjithatë, Shqipëria ka potencial të madh, rinjë energjike, bukuri natyrore, pozicion strategjik dhe aspirata për një të ardhme më të mirë. Për të kapërcyer varfërinë, nevojiten reforma të thella, luftë ndaj korrupsionit dhe investim real tek njerëzit.